I me motër u dashurua me një djalë I cili vinte nga një familje shumë e pasur. Një djalë që kishte Përshëndetje të dashur ndjekës të mi, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin në kanalin Rrëfime Jete për të ndarë një rrëfim që është shumë I dhimbshëm. Është pendesa e një motre, janë lotët e një motre për të kërkuar ndihmë që motra t'ia fal gabimin që ka bërë. Motra e madhe është martuar me një burr të pasur dhe motra e vogël ka tentuar që nëpërmjet mesazheve të ndanë emocionin që ka ndërtuar për këtë burr. Le ta kuptojmë se çfarë thot historia. Përshëndetje I dashur Tiranë. Doja me ty që të ndaj rrëfimin tim të jetës. Një rrëfim që realisht është turp kush ta dëgjon, por këtë të vërtet e dim vetëm unë edhe motra ime. I jemi rritur të dyja, siç thotë fjala popullore, si lemza mes dhjomit. Jam munduar që të jem e lumtur në jetë, edhe pse që e vogël fatkeqësisht e xhelozoja motrën time. E xhelozoja sepse ajo ishte një studente jashtëzakonshme. Studionte jashtëzakonisht shumë. Mësonte shumë, lexonte shumë dhe në familjen tonë ishte më e përkëdhelura. Unë isha shumë xheloze në këtë drejtim dhe nuk e toleroja dot këtë fakt. Gjithmonë mundohesha që t'ia rrëzoj imazhin e saj, e mallkoja tër natën dhe I lutesha Zotit që motra ime të vdiste. Po, I kam bërë këto gabime. Atëherë nuk I quaja gabime, I quaja realitete, ndërsa sot I quaj gabimet më të mëdha të jetës time. T'ia shkatrosh jetën motrës tënde me dëshirën tënde. Ishim me vite jo shumë larg, ajo ishte një vit më e madhe se unë. Ajo gjithmonë ishte më e ëmbël. Më jepte rroba nga të saj, më ndihmonte që unë mos të bija në mësime. Më qëndronte pranë ashtu siç motra I qëndron motrës. Dhe në këtë rast motra mua më qëndroi pranë dhe më dhuroi dashurinë më të madhe. Kur mbaruam shkollën e mesme, mami gjithmonë na këshillonte që të rim bashkë, të mos të ndahemi, sepse thonte jeni motra, kush më shumë se ju mund ta dojë njëra tjetrën. Por unë fatkeqësisht isha shumë xheloze dhe nuk e pranoja në asnjë mënyrë këtë realitet. Në shkollën e mesme, ajo ishte në vitin e 4 edhe unë isha në vitin e 3. I me motër u dashurua me një djalë I cili vinte nga një familje shumë e pasur. Një djalë që kishte shumë para. Motra në fakt nuk e kishte ndjesinë dhe emocionin e parave. Nuk ishte e dhënë shumë pas parash, ndërsa unë isha jashtëzakonisht e dhënë, saqë mundohesha që veten time ta lë në baltë vetëm para të marrë. Më shkonte mendja edhe të dal me meshkuj për t'ju marrë para. Aq e dhënë kam qenë pas lekut të qelbërt, aq shumë leku kishte vlerë për mua. Ditët kalonin dhe jeta po bëheshte e bezdisshme. Ajo po kënaqeshte, po merrte dhurata, po merrte dashuri, po merrte vlerësim, ndërsa unë këtë nuk e gjeja dot te meshkujt. Dilja mashkull në mashkull. Bëja shumë njohje, shumë takime. Mundohesha t'i gënjej meshkujt, mundohesha t'i mashtroj meshkujt, mundohesha t'i manipuloj, por kot ishte. Zoti nuk ma sillte mua mbar siç ja sillte motrës time. Nuk mi hapte dyert e mia siç ja hapte motrës time. Dhe unë këtu, në të vërtet, vendosa që t'i kthehem realitetit. Kur unë binda që të kthehesha në realitet, një gjë brenda meje ndodhi. Diçka më shtyu duke më thënë që shkruaj një mesazh atij. Provokoj atë. Edhe unë si budallaqko që jam këtë gabim bëra.
I shkruaj burrit të motrës, duke ju afruar si kur të isha një mike e tij, një shoqe e tij, një, siç i thonë në gjuhën popullore, një kunate e tij. Ai më priste me shumë respekt dhe shumë dashuri. Më fliste fjalë të bukura për motrën time. Fjalë miradije. Por unë e urreja dhe mundosha që t'i futem vetë. E shaja motrën çdo ditë dhe nga ana tjetër tregoja një karakter krejtësisht ndryshe. Tregoja një njeri krejtësisht tjetër. Dhe pikërisht ky karakteri mua më groposi. Një natë ftova në një hotel. Ai erdhi duke të mos i shkuar mendja fare se do të ndesheshte me atë gjën që nuk priste që ta shikon. Unë e provokoja, i qëndroja afër, doja që ta bëj për vete, ndërsa ai më thonte gjatë gjithë kohës që unë kam një respekt jashtëzakonshëm dhe e dua shumë motrën tënde. Që më linte të nënkuptoj që kujdes se çfarë je duke bërë se nuk është një gjë e mirë. Por unë përsëri nuk ndaloja. Unë përsëri tentoja që t'ja shkatroj marrëdhënien atij mes motrës. Derisa ai më çoi deri në hotel, bëri foto me mua dhe atë foto ja lëshoi motrës time, duke i nisur screenshot edhe mesazhe që unë i kisha shkruar. Dhe kjo gjë në të vërtetë ma theu shpirtin dhe më lëndoi jashtëzakonisht shumë. Sot jam shumë e penduar. Ne të dyja u grindëm, u idhëruam, nuk flasim me njëra tjetrën. Unë i thash që unë do ta marr atë burr se ai burr nuk është për ty, por brenda në shpirt më djeg ky realitet. Unë sot dua t'i kërkoj falje motrës time dhe dua t'i them vetëm një gjë të vetme. Dashuria ime për ty është shumë e madhe. Pa marrë parasysh se çfarë ka ndodhur, pa marrë parasysh se si kanë rrjedhur gjërat, ti je motra ime. Unë e di që nuk do të ma falësh, por tashmë edhe ti nuk je me atë. Ai edhe ty ta theu shpirtin. A mundet që ne të dyja të ribashkohemi edhe një herë? T'i japim një përqafim njëra tjetrës edhe një herë dhe t'i dhurojmë dashurinë e vërtetë. Duke i dhënë pozitivitet, duke i dhënë energji të mirë dhe të falim në këtë botë. Të premtoj që kur nuk do të bëjmë një gabim të tillë dhe ti do t'jesh jashtëzakonisht shumë krenare me mua. Të lutem më jep edhe një shans, motra ime. Të lutem më jep edhe një shans ta dëshmoj veten tek ti. Ishte kjo letra që motra ka adresuar drejt motrës me një lutje. Dua të ndëgjoj mendimin tuaj.